Mungesa e punonjësve është bërë një problem themelor për bizneset shqiptare vitet e fundit, por ndërkohë mira persona me arsim të lartë në të gjithë vendin janë pa punë. Megjithëse ky kontingjent është në ulje edhe për shkak të kurrjes së popullsisë, vitin e kaluar ende rreth 19.000 persona me arsim të lartë ishin në kërkim të punës, por nuk gjenin, sipas të dhënave të Instat. Rreth 13.000 prej tyre ishin të moshës 25 deri në 64 vjeç. Në total, numri të papunëve me arsim të lartë për grup moshën mbi 15 vjeç ra nga 22.198 në vitin 2023 në 18.832 në 2024. Të dhënat tregojnë se papunësia është rritur disi tek të rinjt 15 deri në 24 vjeç nga 4.892 në 2023 në 5.266 persona në 2024, çka tregon se hyrja në tregun e punës për të rinjt e sapo diplomuar është vështirësuar. Nga ana tjetër, grup mosha 25-29 vjeç ka shënuar një ulje të ndjeshme të papunësisë, nga 8.498 në 2023 në 6.770 persona në 2024, rënje që veç të tjerash lidhet edhe me pakësimin e popullsisë në këtë grup moshë nga emigrimi. Edhe për personat me arsim të lartë 25 deri në 54 vjeç që përfaqësojnë pjesën më të madhe të forcës së punës me arsim të lartë, papunësia ka rënë nga 16.353 në 2023 në 12.989 persona në 2024.